Jemi rikthyer në studio të nderuar teleshikues në pjesën e parë të Spektër. Kemi pa të ftuar kandidaten e Partisë Socialiste në listën e mbyllur Eriona Ismaili, ndërkohë në këtë pjesë të dytë, siç u bëra me dje dhe më herët, kemi të ftuar kandidatin Gjergj Nezha që vjen në siglën e koalicionit kombëtar shqiptar. Përshëndetje, zoti Nezha. Atëherë, do të doja një prezantim tuaj personal. Kush është Gjergj Nezha dhe pse kandidon? Jeni pari në listën e mbyllur. Po, Gjergj Nezha vjen me origjinë, pra ka lindur në Dukat, ka bërë shkollën fillore në Dukat, shkollën e mesme në Vlorë, tregtare, ka mbaruar ekonomiku në vitin 99 për menaxhim biznesi, ka mbaruar për lingvistik një vit në Rouen, pastaj ka mbaruar për shkenca politike, profili politikës në Universitetin e Versailles në vitin 2006. Dhe më mbas kam punuar për pak kohë në nisën e jashtme, pastaj kam punuar si pedagog në Universitetin Pavarësia Vlorë 2009-2011, këshilltar qarku për qarkun Vlorë, pastaj jam rikthyer në Francë përsëri, jam rikthyer në 2016-2017 në Shqipëri, kam punuar tek sektori performancës në kontrollin e lartë, pastaj jam rikthyer prapë në Francë, duke pas të problemet e mia familjare, dhe gjithmonë jam treguar të isha sa më prezent në Shqipëri dhe gjithmonë jam përpjekur të gjej ku çalon problemi shqiptarëve. Dhe problemi shqiptarëve, kur mbarova shkollën, fillova ta trajtoj, pra ne kishim një krizë të thellë identiteti dhe studimi i parë që bëra ishte identiteti kombëtar në ditët e sotme. Dhe më mbrapa disa artikuj të tjerë në fushën politike ose historike dhe jam munduar të jap kontributin tim në fushën e historisë dhe gjuhësisë. Pra, jam nga të parë në Shqipëri, po jo në bazë në 10-s, jam marrë fort me historinë dhe gjuhësinë, ndërkohë që nuk kam gjetur atë jehon në dur, për shembull shkrime që kam bërë atëherë studime si ortodoksia si strategji e perandorisë osmane, nuk ka gjetur jehon në dur, pra u pëlqye në opinion, pastaj nuk më përkrahen më shtypi për arsyet e veta, duket të jesh studius, nuk ju pëlqej kaq shumë në Shqipëri. Çfarë ju bëri të kaloni nga studius dhe historian të përfshiheni pikërisht në politikë? Po nuk mund të ri pa përfshirë, sepse unë jam në thelb jam një njeri nacionalist, patriot dhe një njeri angazhuar. Pra, unë kontributin tim e kam dhënë që duke parë që kishte një vakum në historinë dhe në identitetin kombëtar, jam munduar ta mbush prej 20 vitesh dhe duke qenë dhe profesionist ose politolog, më takon të jap kontributin tim. Pra, Shqipëria ka burime jo ujore natyrore, këto janë, nuk është edhe Kongo ka burime ujore natyrore, edhe Franca, pra nuk është problemi këtu, problemi që Shqipërisë jo se i mungojnë burimet njerëzore, por ato i kanë anashkaluar, i kanë degdisur, pra siç degdisi diktatura Seyfullah Malshovën e tjerë, edhe sot po degdisin dhe Shqipëria vuan për kapital njerëzor, pra vuan për leadership ose për politikan. Pra nuk vuan Shqipëria për gjë tjetër, pra për këtë çalon. Prandaj jemi në krizë ekonomike, në krizë identitare për këtë arsye. Në optikën tuaj çfarë ka, ku qëndron problemi me politikanët e aktual shqiptar? Çfarë nuk shkon me ta sipas jush? Në optikën time që nga 91-shi Sali Berisha i premtonte duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Dhe hop e çoi Shqipërinë tek Liga Arabe. Pra nuk di çfarë kërkon. Vjen në 96-ta, 97-ta e çon Shqipërinë në luftë civile. Pra nuk di të bëj politikë. Nuk është stratar as Berisha as Rama, pra nuk është për këtë fushë, pra nuk është specialist i kësaj fushë dhe duke marrë neve njerëz me fjalë, si thoshte Noli, gjysmë politikani, gjysmë mjeku, gjysmë juristi dhe e shkatrojmë Shqipërinë. Pra këta kanë pulsionin e vdekjes dhe shkatrimit, ndërkohë që ne na mungon, na duhet pulsioni i jetës, i shpresës dhe i përparimit. Dhe çfarë na pengon neve? Pse jemi këtu sot? Jemi këtu sot sepse Sali Berisha dhe Fatos Nano, kur fitoi referendumin Leka Zogu 51.3%, unë kam qenë pjesë atyre asaj stafi dhe di shumë mirë. Çfarë ndodhi? Ndodhi që Nano dhe Berisha u bën bashk, e nxorën në kurth Leka Zogun dhe detyruan të largoj. Pra, filloi me fjalë që vetë e thiri Sali Berisha Leka Zogun në Shqipëri, pra e thiri kur i mori PS-ja pushtetin, vetë e larguan, pra bën pakt dhe pasojat e këtij pakti i vuajnë shqiptarët dhe sot. Pra,
Ta di shqiptarët që Berisha dhe Nano ishin bashkë, Berisha dhe Rama janë bashkë, edhe në qendër, edhe në bazë. Pra, në çfarë kuptimi janë bashkë? Në çfarë janë aleat në mbajtjen e pushtetit. Pra, ju intereson pushteti, pra thanë, sa të na marrë zogu pushtetin, nuk intereson këtyre Shqipëria, ju intereson pushteti. Dhe jemi në këtë situatë sot. Si është Shqipëria sot? Po, Shqipëria sot është një situatë, pra, është në krizë ekonomike, i premtojnë në Evropën, nuk ka asnjë gjë tjetër çfarë i premtoi Edi Rama. Pra, i largohet probleme reale, me tallava, me jo bufi, jo stërbufi, jo... Ju thoni që i premton në Europën, sa shanse kemi ne të futemi në Europë? Tani dolë tamam në fushën time. Pra, nëse unë jam politolog, duhet merrem përballë si politolog. Pra, shanset janë zero. Përse? Janë zero sepse e para punës ti nuk ke standarde ekonomike, ti nuk ke standarde demokratike. Pra, në momentin që kryeministri i vendit, pra Edi Rama, Sali Berisha, del dhe shpërndan titull pronësie, certifikata për shembull të shtëpive, legalizimi. Pra, në momentin që kryeministri është ekzekutivi, shkel legislativin, shkel kushtetutën, ne nuk jemi më një vend evropian. Pra, ndalohet me ligj që kryeministrat të dalin mbi legislativin. Pra, e ka shkelur ligjin... Nëse ndalohet me ligj, përse nuk janë marrë sanksione? Nuk ka patur deri më sot. Kush do t'i marrë sanksione? Ne nuk kemi shtet demokratik, pra nuk kemi kundra pesh, nuk kemi kundra balans që të merren këta në pyetje. Pra, në qoftë se ne do të kishim një politikë të përgjegjshme, në 97 mbasi ndodhi lufta civile për fajt të Berishës, për fajt të kokforcisë të tij, sepse nuk bëri menjëherë një qeveri koalicioni, pra preferoi, supozojmë, për stabilitet, por në fakt kjo ishte një dështim. Pra, Sali Berisha nga 97 duhet të ishte nga Parlamenti Shqiptar, duhet ishte përjashtuar nga politika një herë e mirë. Pra, nuk mund ta dënonin, për shembull, s'donin ta dënonin për dështimin, por duhet ta përjashtonin në mënyrë unanime nga politika. Jo vetëm që nuk e përjashtuan, por ricikluan. Pra, pakti Nano Berisha i dha u duk në 2006, në para dorëzoi pushtetin, në 2005 kushte ja dorëzoi pushtetin në tavolinë Sali Berishës. Tani, kur fitoi Sali Berisha, unë isha në Francë, dhe lajmi i parë që dha televizioni TF1, 20 sekonda, tha, në Shqipëri rifiton rizgjidhje Sali Berisha, njeriu që çoi Shqipërinë në luftë civile. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Ky ishte, pra, më mesazh të qartë nuk ka. Tani, të kthehemi tek Rama. Pra, Rama, posi Berisha, pra, i premton ujë, drita e Europë, 12 vjetë. Tani, ke dështuar si ke bërë. Ju thua do t'i çoj pasaporta evropiane, pasaporta evropiane. Unë jam në Francë, tjetër në Gjermani. Ne kemi ikur, kemi 1,5 milion këtu në Shqipëri. Pra, këtu është kriza. Ne krizën e kemi krizë popullsie. Pra, Enver Hoxha çoi 3.600.000, ta e çuan 1.500.000. Dhe nëse vazhdojmë kështu për 4-5 vjet, 1.200.000. Pa kjo është kriza e vërtet, pra adeu jo është në rrezik sepse po shpopullohet dhe kërkojnë ta popullojnë me lloj popull. Ju thoni po shpopullohet, por ndërkohë ju personalisht jetoni jashtë Shqipërisë. Janë të njëjtat motive që kanë çuar shqiptarët jashtë, apo ka nevojë për një tjetër standard shqiptari? Çfarë nuk gjejnë shqiptarët këtu në Shqipëri? Që rendin jashtë kufive? Nuk ka, pra nuk funksionon shteti, nuk funksionon administrata, nuk funksionon arsimi, nuk funksionon mjekësia. Nëse ne do të kishim një arsim të denjë, pra vetëm i vetmi vend në Evropë kur ende sot e kësaj dite vazhdojnë të shita diploma, kur jepen me mira diploma, falso është Shqipëria. Nuk ka vend tjetër në Evropë. Pra nuk mund të thuash do hyj në Evropë kur ti vazhdon shkatrove arsimin. Pra ti mund t'i bësh çfarë do dëmi këtij vendi, mund ta shkatrosh si të duash luftë civile, por arsimin s'duhet t'ia shkatrosh. Ja shkatrove ushtrinë, pra ja shkatrove komplet. Ku është problemi me arsimin? E ka vetë sistemi apo e ka njerëzit? Shiko. Apo që në problemi tek familjet shqiptare që ndoshta do duhet t'i edukojnë fëmijët që ta duan. Nuk është problemi njerëzve. Nëse ti ke një ministri arsimi, pra ministri arsimi ka një kontroll të brendshëm, kontrolli i brendshëm kontrollon drejtorit. Edi Rama ka një kontroll të brendshëm, kontrolli i brendshëm kontrollon vetë kryeministrinë dhe stafin e kryeministrit dhe vetëm, pra nëse këto hallka, nëse shteti nuk funksionon, pra
ka dështuar për shumë motive, sepse zgjedh njerëz të paftë, njerëz me shkollë të mesme dhe me diplom falso dhe i bën deputet, i bën ministra tjetër. Pra, nuk mungon serioziteti. Ajo që ka në Francë, në Gjermani është serioziteti, patriotizmi, dashuria pra politika është mision dhe politika nuk është biznes. Pra, nëse unë vi me mendsinë që politika të jetë mision, politika të jetë ka mungesë alternative, pra nuk ka opozit. Opozit do thotë që nuk ka të djathtë, nuk ka as të majtë. Pra e djathta quhet kur garanton pronën, kur garanton një sistem vlerash. Në për televizionet tona, çfarë garantohet? Një lloj shturje në maksimum. Në asnjë vend të Evropës nuk dalin as në ekran televizive ato shfaqjet. Pra është një vend i turpshëm, një vend komik, tragjiko-komik. Pra kanë kthyer në një vend tragjiko-komik. Dhe në qoftë se neve nuk do heqim dorë nga gënjeshtra, pra ti premtojmë t'i gënjejmë. Si mund t'i ngrësh ti akoma pasaportën europiane kur ti? Pra kjo është një nonsens, pra është një... Ju jeni mosbesues për sa i përket... Nuk është mosbesues. Tani, ne jetojmë në Europë. A i shikoni kushtet, apo nuk janë bërë ende? Shikoni, në momentin që Greqia mban ligjin e luftës me Shqipërinë, pra hyrja në Evropë nuk është e mundur. Pse? Sepse kur e thot kushtetua europiane, kur një vend i Bashkimit Evropian është në luftë me një vend tjetër, nuk mundet të hapen negociata. Këto janë mashtrime. Pra Evropa, ne, nëse shqiptarë më besojnë mua, Elena Kocaqit e Elvin Milje, këta që janë ndoshta ajka Shqipërisë për momentin. Nëse shqiptarët mendojnë se Alianca Madhështore është ajka dhe nëse Edi Rama është ajka, atëherë unë i bëj një thirrje shqiptarëve që nëse Sali Berisha është ajka dhe Edi Rama, atëherë të më thojë Sali Berisha kush është kryeqyteti i Shqipërisë në mesjet. Të më thojë Sali Berisha kush është kryeqyteti i Shqipërisë në mesjet. Nuk e din. Pra, Shqipëria në perandorinë bizantine ose Bizanti vetë kishte kryeqytet i Ilikumit Selanikut. Ku ra Konstantinopolia në 1204 kishte kryeqytet artën mbrapa Janinën. Pra, këta nuk e din as historianët, as politikanët. Pra, ne jemi vend miran dhe me një tuf ignorantësh që na drejtojnë. Kështu që, si mund t'i shesësh ti tundësh pasaportën evropiane kur hyn në parlamentin grek, pra sa hyn ti atje te parlamenti grek shkruhet që Vlora, Saranda, Korça janë Greqi. Dakor? Si mund të hysh ti në Europë kur në 86-ën në Selanik grekët prishën varet masive të shqiptarëve dhe ndërtuan një stadium që quhet sot Katotumba. Pra, prishën varet në Athinë, prishën varet në Çamëri, prishën varet në Kastoria. I prishën kudo dhe na imponojnë neve, na thonë që juve duhet të ka një ushtar këtu grek, një pseudo ushtar dhe na kërkojnë ne vare. Ne kemi vare atje pafund dhe ka folë një nga politikanë tanë, ka folë një nga historianë tanë. E dini juve që në 1918 në Selanik kishte Selanik 160.000 banor, 80.000 hebrejnë, 60.000 shqiptar, 5.000 bulgar, 5.000 grek. Tani sot si situata? E din shqiptarë që nemi vend i pushtuar. Pra nga 5 vilajete ne kemi vilajete gjysmë. E thot në njëre Edi Rama. E ikun Greqi Edi Rama, përmendi problemin çam. Pra me një politikan miran që ka frikë nga Afrika, me një miran do shkojmë në Europë neve. Pra, neve nuk në shkojnë në Evropë, thënë duke u zhveshur, thënë dalin pa roba dhe shkojnë në Evropë, hajde një miran këtu. Tani, si mund të shkosh në Evropë, kur? Greqia dhe thotë prapë, voljopir. Si mund të shkosh në Evropë? Pra, ne jemi në konflikt me Evropën që nga viti 1204, pra, Kryqata e 4, pushtoi lirin dhe Greqia deri sa erdhi Turku në Athinë ishin katalanasit, në Kret deri 1700 ishin venedikasit, në Korfuz deri në fund venedikasit, në Parg deri në kur sa erdhi Alipashte Pelena që i zhduku thënë ose ishin venedikasit dhe francezët. Pra, siç na kanë pushtuar, na mbajnë ende të pushtuar. Pra, Europa, nëse ne nuk heqim ligjin e luftës, ne nuk kemi shans të hyjmë në Europë. Pra, në situatën aktuale, në situatën politike ku ndodhet Europa dhe bota, pra Rusia ka marrë 1/3 në Ukrainës. Rusia dhe Amerika janë bërë aleat bashkë. Bashkimi Evropian po kërkon sot me forcë që të marri Turqinë dhe ta fusi në Bashkimin Evropian. Dhe haron se është vend islamik. Shqipëria nuk i ka kushtet gjeostrategjike që të hyjë në Europë. Pra, Turqia ofron 1 milion ushtar Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian jep teknologji dhe armë dhe
Turqia mbron Europën. Pra, ju mendoni se Shqipëria nuk është e denjë të hyrë në Europë se nuk i intereson Europës? Apo nuk plotësojmë një kushtet dhe Nuk ka fare në standarde? RFD 1, e dyta, ne ishim dikur perandoria bizantine dhe për të arsye, pra ne ishim vëndi Justiniani, ne ishim vëndi Konstantin, ne ishim i Komnendëve, ne ishim vëndi Snerbeut, ne ishim vëndi Aleksandrit, ne ishim vëndi Shëntironimi. Por se mendoni ju që shqiptarët do t'jenë më shumë patriotik dhe adetarë se sa politik në votime? Shiko, shqiptarët nuk do t'jenë vetëm patriotik, shqiptarët do t'jenë realist. Pra në qoftë se Gjergji është veteriner, si mund t'ja besosh ti politikën një mjeku, një veterineri, një agronomi, një piktori? Pra, ai nuk e ka ide fare as nga shteti, as nga ekonomia, as nga filozofia politike, as nga sociologjia, as nga psikosociologjia, as e ka ide fare. Por e ka nga profili i tij dhe sigurisht që nëse do të vishej me kostumin e deputetit, sigurisht që do të bënte një impakt edhe një ndërhyrje apo do të jepte kontributin e tij në fushën e tij personale dhe profesionale. Shiko, kjo politika që Askush nuk mund të përjashtohet nga e drejta për të synuar, për të përfshirë në politikë, për të dhënë kontributin e tij në politikë në çdo profil. Shtet kombi ka disa parametra. Pra, një produkt që të bëhet do të ketë disa materiale. Pra, janë materialet që bëjnë produktin. Pra, edhe produkti pra, janë disa materiale që hyjnë në proces, janë disa njohuri. Qofse ti nuk ke njohuri të bazë, pra ti qofse nuk njeh historinë e vendit tënd, nuk njeh filozofinë e vendit, sociologjinë e tjera të kaluara vend, ti nuk ke fare, nuk mund s'di çka kërkon njëra. Pra ne njerë në lindje, njerë në perëndim. Pra, ju përse një përfshirë pikërisht në aleancën kombëtare shqiptare? Unë jam përfshirë në aleancën kombëtare shqiptare sepse në Partia Aleancë Demokristjane me Lena Kocaqin ne gjejmë pikat përbashkëta, ne gjejmë ura bashkëpunimi, ne gjejmë sinqeritet, ne gjejmë vizion, ne gjejmë patriotizëm. Pra, në radhë parë duhet ta dua Shqipërinë. Nëse nuk e duam Shqipërinë, kjo i mungon Shqipërisë. Njerëz që ta duan dhe të punojnë për kushtim. Dhe ta njohin edhe politikën. Ju cilin target grup synoni të tërhiqni pas vetes, ta keni për vete dhe kërkoni votën? Ne synojmë pra njerëzit. Ku e keni ju pikën më të fortë edhe të kësaj fushate politike? Ne jemi një alternativë në thelb e djathtë, por mbi të gjitha jemi një alternativë kombëtare. Do me thënë, ne një alternativë e djathtë do thotë, pra që të kemi sistem vlerash, pra cilat janë vlerat tona? Vlerat tona janë këto, ne kemi histori, ne kemi ekzistencë, ne kemi ne Pirë, Thesali dhe Maqedoni, ne kemi 8.000 vjetë fshatra. Pra, ka treguar arkeologjia që ne ekzistojmë para Europës. Pra tani, si mundet lejojmë neve që Greqia t'i bëj presionin Tiranës, hiqi këto probleme, ose mos e përmend problemin çam, se do shkojmë në Europë. Pra, me këto tallje, pra ky nuk është i denjë, ky po na zhvesh ne nga identiteti, nëse ti shkon në Europë, po supozojmë, dhe të tallin, nëse ty në Evropë të mbron NATO, ndërkohë që NATO delegon Greqinë të mbrojë ajrin. Pra ne nuk jemi, ne s'jemi askushi, ne duhet të dim të orientohemi, të shikojmë interesat tona politike. Pra neve shohim që janë krijuar bloqe, Rusi, Amerikë, Europë, Turqi, Iran. Kemi blokun Kinë, Japoni, Kore, Indi. Ne duhet në këto blok duhet shohim kush është bloku që ne na intereson dhe na sjell neve ujë në mullirin ton. Pra ne interesat, të gjithë shohin interesat e tyre. Pra ne jemi kthyer në një vend konsumator. Pra neve nuk prodhojmë, por konsumojmë. Ne sjellim 3-4 miliard euro. Përse ndodh kjo? Përse ne konsumojmë dhe nuk prodhojmë? Si mendoni ju? Nuk kemi bujqësinë, nuk kemi turizëm. Pra kemi turizëm, investon turizëm, po infrastruktura shkoqit që nga Vlora deri në Orikun, për shembull rruga Cop-Cop. Pra imazhi kjo me vite vazhdon. Vjen turisti një herë, 2 herë shikon. Por po bën investime sipas këndvështrimit të Partisë Socialiste dhe të Qeverisë Rama. Po rruga ashtu ka ngelur Cop-Cop, Orikumi, Kneta ka ngelur, ishte tokë buke shktheu në Knet. Pra, si mund të ketë turist kur te këtu mushkonja këtu turisti, pra turisti largohet, nuk pra e kanë braktisur. Pra, strategjia këtyre është që në Bregdetin e Vlorës deri në Orikum ta mbushim me ndërtime, të shesin një në ato ndërtime që kanë bërë në dërmi ato, që ka ato, edhe këta biznesmen janë thjesht një prestanome, janë figurant, dhe të shesin një produkt e tyre, pastaj
kur të kenë mafje betonin, basi të ketë betonizuar, basi të ketë fituar, nuk intereson shumë se fitoj restoranti, se u zbras popullsia, ky është vizioni tyre, pra nuk është një vizion kombëtar, dhe ne kur themi aleancë kombëtare, themi aleancë me Kosovë, Maqedoninë, pra në një të bashkojmë njërë në këtu, të kemi njërë, si është bashkimi, e heqim tarifat doganore, bëjmë një shtet federal, bëjmë një ministri arsimit të përbashkët, bëjmë ministri... Po përse do ta bëni ju dhe nuk e bëjnë dot Partia Socialiste që është në pushtetë? Kur nuk e kanë bërë, s'është bërë, duhet bërë. Nuk ka, s'është bërë, duhet bërë. Pra kjo është rruga, nuk ka... Por, a ekzistojnë mundësit? Si se ekzistojnë mundësit? Kush të pengon ty që të bësh, të unifikosh programet? Me këto tekste qesharake që del shteti shqiptar, nga shkolla në shkollë ndryshon teksti dhe fëmijët bëjnë lëmsh. Pra kjo është tallje, kjo është mungesë profesionalizmi, kjo është e tradhti kombëtare. Pra nëse ti ndryshon tekstet e historisë së Shqipërisë, siç i do Greqia, jo, tekstet do ndryshohen kështu, siç janë dhe siç e do identiteti kombëtar. O do ekzistojë Shqipëria, o do përparoj, o do zhduket. Dy alternativa ka, nuk ka rrugë të mesme midis qendresës dhe nështrimit. Pra o Shqipëria shqiptarëve, o Shqipëria këtyre zuzarëve. Nëse janë progresist, ta tregojnë. Me fakte, Konstantini, Justiniani, Aleksandri, Komnenët, Shënt Jeronimi që ka përkthyer Biblën si në latinisht edhe në greqisht, pra Konstantini që ka bërë Vatikanin, që ka krijuar Romën dhe Romën e lindjes, pra neve mos na i marrim meritët, ne do bëjmë filma për këto figura, do paguajmë Hollywoodin, ne do t'i fusim në histori këto figura, pra do të... Po, për të kthehemi në problematika që janë më jetike, për qytetarët shqiptarë dhe për votuesit, cila është pika më e fortë në programin e Aleancës suaj? Pika më e fortë, në këtë fushat. Me që jemi këtu, ne do të zhvillojmë në maksimum, do të zhvillojmë turizmin kulturor. Pra, duke marrë vesh njerëzimi dhe bota dhe duke pranuar historinë tonë, që ne jemi vendi Konstantini, Justiniani, këtu do vinë njerëzit... Po si do e zhvilloni turizmin? Një sekond, ka turizm, vetëm turizm detar. Ne duam turizm gjithë vitin. Pra, klientela e lartë dhe pasur vjen për turizm kulturor. Klientelën ne turizmi do zhvillojmë me vizion tjetër. Ne do të investojmë masivisht në shëndetësi. Pra ne do thitim gjithëve nordike, si që ka bërë Portugalia. Pra, Portugalia e ka zhvilluar shëndetësi në nivel të lartë europian. Dhe gjithë pensionistat e Gjermanisë, Francës... Por a i kemi në kushtet si shtetë shqiptar, duke patur parasysh dhe duke marrë në konsiderat, duke mos e anashkaluar faktin që ne nuk i kemi finansat, nuk i kemi bugjetet, a i që fuqishme. Sepse nëse parashikohen dhe premtohen ullje taksash, heqje taksash, si do të mbahet ky buxhet shteti? Nga do t'i gjeneroj të ardhurat? Tani, buxheti i shtetit në radhë të parë duhet të jetë efikas. Pra, në radhë të parë, shteti duhet të prodhoj dhe jo të importoj. Pra, nëse ne importojmë, ne nuk kemi taksa. Marrim vetëm taksën doganore. Pra, ne në radhë të parë duhet të zhvillojmë prodhimin. Pra, që zhvillojmë prodhimin, duhet të zhvillojmë bujqësinë. Duhet që ta kalojmë atë pengesën e bujqësisë, pra duhet të investojmë masivisht te bujqësia. Duhet që bujqësinë, pra, nga konsum personal në 1-2 lymë, ta shojnë në ferma 3 hektar, 50, pra e qove u bashkuan 3 fermer bashkë 3 hektar, 3.000 euro subvencion, 10 hektar, 10.000 euro subvencion, 50 hektar, 50.000 euro subvencion. Nuk ka bujqësi ose vend të zhvilluar pa bujqësi të zhvilluar. Nuk ka turizëm pa bujqësi. Pra neve sot sjellim 4 miliard euro të deklaruara dhe disa tjera 2-3 miliard pa deklaruara, vinë Shqipëri dhe këto lekë siç vinë ikin prapë shkojnë në Serbi. Ne fuqizojmë Serbinë. Pra ne jemi thjesht një vend konsumator. Ne do të themi një vend produs. Pra, cila është sot politika e Trumpit? Pra, e kemi kthyer Amerikën një vend konsumator që importojmë. Do të riindustrializojmë Amerikën. Kur e thot Trumpi, ne ç'do të bëjmë neve? Pra neve që mos na ikë rinia, ne duhet të riindustrializojmë Shqipërinë. Ne duhet që minjera dhe bulimi natyror të shtetëzojmë. 51% shteti, 49% privati. Në qoftë se nuk i bëjmë këto, nuk kemi gjë të rrezi. Në qoftë se neve pronëm malet, kullotat, nuk japim të Zotit, atëherë neve do vazhdojmë me Shqipëria 1 euro. Jepet kujt i mbushet mendja Edi Ramës, kushdo që vinë nesër, pra ne do ja presim rrugën babzis, duke marrë privat, ja i s'ka më, nuk mund të abuzoj më me, as me pronën, as me tokën. Padrejësia që është bërë në ligjin 7.051, takzojnë ata që ju ka dhënë, pra ne nëse na mbështesin shqiptarët,
që ditë nesër me urdo, merë certifikatën takzosh, ata që janë marrë do të kompensohen si në natyrë dhe në... Përse ju mund të bëni këtë gjë dhe nuk po e bën qeveria socialiste? Po qeveria socialiste dhe Sali Berisha që nga 91 e mbajtën peng Shqipërisë. Sali Berisha e kishte pronat e Kizoti. Në momentin që e pa që nuk po fitonte zgjedhjet, e ktheu ligjin e bëri si partia e punës që të fitonte votat. E fitoi dhe kjo quhet politik në politologjia, apo në shkencë politike quhet politik klientaliste. Sot është kthyer në një politik e tipit mafioz. Pra sot kemi një sistem mafioz që quhet mafia e betonit. Dhe nuk kemi asnjë gjë tjetër. Pra nuk mund të zhvillosh në Shqipërinë kur mafia betonin ban peng vendin, kur janë thjesht figurant të bizneseve ose të politikanëve. Gjithë bitë e deputetëve të ISHPS-s dhe PT-s janë në biznese. Populli thjesht ri për 50 euro merr pension në fshat. Pra kjo tallja masive, kjo lënje mbasdore e zonave rurale, kjo tallje me shqiptarët duhet të marrë fund dhe kjo pengmarrje që kam thënë prej vitesh dhe kjo tallje duhet të marrë fund. Pra ne o do ekzistojmë o me identitet kombëtar, o do të tallet bota me neve dhe do bëjmë një vend lolo. Pra ne kemi qenë dikur perandoria romake e lindjes, Bizanti, pra vendi Konstantinit, tre papët e fundit të di shqiptarët, vizitën e parë e kanë bërë në Shqipëri. Dhe të tre papët kanë thënë që Shqiponja duhet të fluturojnë lart. Tani këtu për fluturojnë Laraska dhe Sorat, dhe nuk ka vend më për Shqiponja. Pra ky është vend i Sorrave dhe i Laraskave dhe këtu po promovohet pederastia, po promovohet shturja. Pra nuk na intereson kjo neve. Po të rikthehemi sërish tek problematikat. Ju fushatën tuaj po e zhvilloni, besoj në krahinën e Dukatit, në njësinë administrative në Dukat, Orikum dhe Vlorë. Orikum, po pikërisht. Cilat janë sa i njihni problematikat në teren, nga ajo çfarë keni parë, nga kontaktet? Po i njoh mirë dhe... Cilat janë problematikat më të mëdha që kanë zonat? Është zone sa u hoq bashkia, ajo është zonë në shkallur totalisht. Aty në mungon edhe një lam për ndryshim, para rrugët cop-cop, në gjendje Mirana që nuk ekziston më. Pra, po të jemi në Kandahar ose në Afganistan, më mirë duhet jetë. Kjo është e pa garantuar. Pra nuk kemi as vend i botës tretë, ne jemi vend as në lloj kategori, as vend i botës katërs, as botës dreshit. Pra e kanë futur, pra e kanë rikënetzuar, 500 hektar janë bërë prapë kënet. Pra aty nuk është vendi i bufi kënetës, aty është mushkonja kënetës, pra aty të ha mushkonja. Pra ky tallet më thënë, ja këthyë në talë sa kanë gjetur dhe talën. Po, shqiptarët duhet japin goditjen të marrin masivisht në zgjedhje, japin goditjen që meriton. Pra, kush do t'ua jap goditjen? E para punës që goditjen japi rinia. Pra, ajo që nuk ka shpresë dhe ajo që nuk ka alternativë është rinia. E dyta duhet japin arsimtarët. Vendi që ka probleme më të mëdha në Evropë me arsimin dhe me korrupsionin është Shqipëria. Pra, jetë Ministria e Arsimit efikase, shtetit jetë efikase. Edi Rama nuk ka bërë dot administratë efikase, pra i sjell një vërdall kastile prej vitesh me sistemi klientalist. Më jep një votë, të jap certifikat. Kjo talli më thënë, jo, do ta marrësh atë se ta jap ligji, pra do bësh kërkesë 1 muaj, 2 muaj, siç e bën në Bashkinë Francë, do të vi përgjigjja mirëpafshim, ndërto bëj çfarë duash. Nuk ka pse njëri të paguhet 300.000 euro, tjetri 500.000 euro, 1 milion euro, jo. Ju çfarë pretendoni dhe kërkoni të merrni nga këto zgjedhje? Ne kërkojmë të marrim maksimumin. Që është maksimumi? Po maksimumi është që neve të jemi një forcë e rëndësishme në Tiranë, në Lezhë, në qarkun e Vlorës, qarkun e Fierit. Pra, të marrim një deputet do ishte gjë mirë. Por, në qoftë se njerëzit e shohin që ne jemi të përgatitur për këtë fushë, edhe të japin 2 deputetë në zonë nuk është keq. Pra, nuk se i bëjmë dëm Shqipërisë ne. Pra, e keqja Shqipërisë është se i mungon truri. Pra këtu ka nevojë për njerëz të përkushtuar dhe jo njerëz diletant dhe sharlatan. Pra, sistemi i meritokracisë është vrarë. Pra, Ditora Golli, tani nuk është fjalë e këndshme, por i quajti shkëllatokraci. Dhe sistemi është sistemi i tillë. Pra, një sistem mafios. Kush e la këtë sistem të bëjë i tillë? Duke mos kthyer pronën tek Zoti, duke mbajtur peng vendin, pra këta vetë e ka mbajtur Kastilin në këtë lloj gjendje. Dhe ne e konsideroni një farë tradhtie që gjithë intelektualët shqiptare e lanë Shqipërinë dhe kanë ikur jashtë dhe nuk luftuan këtu për atë që Emil Zola ka bërë një përcaktim kush është kriteri i intelektualit.
Kriteri intelektualit është që intelektuali nuk e pranon padrejtësinë dhe të pavërtetën. Pra, këtu intelektuali izolohet, këtu intelektuali goditet, Ju përse nuk keni bërë denoncime për gjitha pakënaqësitë e padrejtësisë që shikoni? Unë kam bërë, shiko. Sepse nëse ankojmë se kryeministri po shkel ligjin, do të duhet dikush që ta çojë në dyert e drejtësisë. Njerëzit, unë nuk kam marrë që nga viti 2006 të flas ku kam pasur mundësi, edhe kur shapër Facebooku e media dhe YouTube, pra njerëzit që më ndjekin tani të klikojnë Gjergj Nezha dhe të shohin YouTube sa video kam bërën për historinë. Pikërisht ju keni marrë pjesë në shumë biseda televizive ku keni ngritur zërin për historinë, për identitetin. Po, kjo është një padrejtësi e madhe që na ka bërë Evropa, por këtë padrejtësi po vazhdo të na bëjë dhe Akademia e Shkencave. Pra neve nuk mund të ketë vend. Përse deri më sot nuk ka patur asnjë denoncim, qoftë edhe për tekstet shkollore, që nuk janë të unifikuara. I kam goditur publikisht, më thënë që shkoj, i kam trajtuar si të paf, që nuk e njohin fare historinë, s'ka lidhje me historinë, kështu që njerëzit të shikojnë aty në YouTube, ka video pafund Gjergj Nezha dhe aty kanë për politikën, për historinë, për gjuhësinë, për probleme shoqërore, pra ka folur në televizion lokale, televizion kombëtare, nuk më ka ftuar ai shumë, ai sa e meritoj. Pra, janë televizionet, këto, jo Kazan, por super Kazan, pra mbi Kazan, që kanë qelbu këtë vënd. Pra një vënd i pambetur, me media të pambetura dhe njës që mbajnë peng të vënd. Pra, figurant, mediat, po nxjelin në media të njëjtat figura. Pra, propagandojnë këduan. Pra, unë shof Shabani, Lapaj, asë në i vizion s'kan, asë në i ndryshim nga Brama Berisha, ndryshimit vogla. Si i konsideroni pikërisht këto partitë e reja? Nuk i shoh me shumë vizion. Pra, premtime, japin premtime, edhe Agro Shehaj ka një merit, për shembull tek PD-ja, që ka bërë atë të denoncuesit. Pa ka denoncuar, por politika nuk është vetëm denoncim, korrupsioni. Tu problemi është alternativa, si do dalim, si do ta zhvillojmë, si do të sjellim njerëzit nga jashtë, si do ta mbajmë rinin. A do të rrisin pensione, pra. Si mund të jesh një vend dinjitoz në Europë me pensione 110 euro, 120 euro ose 130 euro mesatare. Pra, minimalisht duhet i bëjmë qenë 250 euro pensione dhe të pretendojnë që për 2-3 vjet t'i çojmë te 400 euro ose 500 euro, në të kundër s'kemi bërë asgjë. Fondet, pra, në qoftë se ne doganat, ministrit, kryeministri, presidenti e paguajnë 20.000, 30.000, 40.000, si pas meritës. Pra, në qoftë se ti lë doganë me 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 rogë, a i do vjedi. Pra, në qoftë se ti jep rogën e tilë dhe a i vjeth, e ka 25 vjetë burgun, pra, duhet ta zgjidhim me ligj, ta sankcionojmë kush vjeth, kush nuk vjeth, kush nuk bën punën, hapi krahun. Pra, Shqipëria vuan për shtet për përkushtim. Kur mungon përkushtimi, kur mungon vizioni, ka ta ndisemi një vend miran. Ju duke qenë se jetoni ashtë personalisht, si e shikoni dhe e konsideroni apo një vlerësi për votën e diasporës? Sa vlerë ka dhe çfarë vlerë ka? Unë me shumë shkeqardhje, po them që u tallën, regjistruan vetëm 250.000 shqiptarë nga diaspora që mund të kenë tentuar 1 milion, 2 milion. Pra, ky bëri gjasme si kur dha votën, Europa i vuri kusht. Pra, Bashkimi Evropian i vuri kusht që vendos votën e diasporës. Ky tani, diaspora i sjell 4 miliard, 6 miliard në vit euro, ku vend këto lekë? Pra, Shqipëria nuk është në krizë se i mungojnë lekët. Roma Kura nuk është në krizë se i mungojnë lekët. Pra, është në krizë sepse kishte korrupsion dhe se kishte munges vizion. Pra, këta thjesht përblokojnë, po i mbajnë peng, pra, intereson pushteti të dy dhe në bazë. Pra, dhe në bazë. Po t'i marrim neve kundërshtarët e mi politikë. Cilët janë kundërshtarët? Po kundërshtarët PS, PD dhe këta tjerë, dhe partitë e reja. Nuk do t'i shulmoj shumë partitë e reja, sepse edhe pse... Po partitë e reja nuk i keni provuar, si mund t'i keni kundërshtar? Po, në aspektin... E programit të tyre politik? Simbolik. Po themi, jo kundërshtar të dirafin, po. Patjetër. Por, nuk do mere shumë me ata, por shikoj që nuk ka një vizion të qartë, pra politikë në jashtë nuk e njohin fare, këtu jo Berisha tradhtar, jo Rama, nuk është tradhtar, është i paftë, kaq vizion, kaq di, kaq bën, nuk mund të, pse është bërë gomari kal, kaq kështu e ka bërë ADN-ja. Tani, tek pushteti ose tek konkurenca, tani, kemi nga Partia Socialiste që njohin njerëzit janë Damian Gjiknuri,
vullnetësina nga PD-ja, Bujar Leskaj, po t'i marrim këta. Ka zëra që çakulluan që thonë këta 3 njerëz kanë rreth 1 miliard euro në dispozicion. Ku i gjetën? Ku i gjeti Damian Gjiknul gjithë ato vila që akuzojnë në Bregdet? Ka dalë Agroshe, ka dalë tjerë, zëra ka plot. Tani, kanë apo nuk kanë prona? Këtë do të tregoj shteti, ligji. Ka do kalojnë të gjithë në ligji antimafia dhe edhe syllapsin duhet t'ja marrin. T'ja marri shteti, jo, ligji. Pra, në qoftë se për shembull kemi kandidat ose vullnetësine, kishte më para big markete. Sa big markete kishte kur hyri deputet? Kishte 2, 3, 10, 20. Sot e ka pushtuar gjithë Shqipërinë, ka 300, 100, 500. Pra hyri më i varfër dhe po del më i pasur. Pra, Albena Mele thoshte follow the money. Pra, a mundet, pra, a ka shkeli ligjit kur ka, pra, nuk është edhe është normale kur ti merresh me biznes edhe je deputet. Pra, si mund ta përfaqësoj ky Vlorën, Damiani, Vullneti, Bujar Leskaj e tjerë. Çfarë kontributi kanë bërë? Ku kanë qenë ta? Ku kanë punuar dogan në kontroll shtetit? A kanë abuzuar ta ku kanë punuar? Se nuk e ka funksionuar, se nuk ka funksionuar kontrolli i shtetit? Se desa jemi këtu, Damiani ka qenë figurë qendrore e PS-s, pse nuk ka funksionuar PS-ja? Pra jemi në këtë pikë. Pra zërat janë zëra. E vërteta duhet dalin që këta janë, pra në qoftë se njerëzit i votojnë këta dhe këta të tjerë që kanë dalë, i bie që t'jenë zonë Dukatit, Vlorës, Kaninës, Cargat, mafjes betonit. Jo, ne nuk mund të akuzojmë njerëzit për votën e tyre dhe preferencat e tyre. Ne nuk mund të akuzojmë, akuzosh popullin për zgjedhjen që bën. Është drejta ime t'i them që kush ka dështuar, pra dështaku t'i them dështak. Në qoftë se ti sot importon 80%. Përse kanë dështuar? Ata kanë 12 vjet në pushtet. Nuk mund të qetë dështim. Pretendojnë mandatin e 4. Shiko, në mënyrë të pareshtur, në mandatin e parë, të 2, të 3, e njëjti refren, uj, drita, Europë, uj, drita, Europë. Një herë më gënjeve, 2 herë më gënjeve, 3 herë më gënjeve, e njëjti refren. Tani, unë po t'isha në vend e tyre, do vide shumë zorë, të dilja njëzve para të thoi që mirë t'i votë, do kësha shumë turp. Por ndoshta ata janë në gabim, por qytetarët e pranojnë këtë. Janë 12 vite që i pranojnë këto premtime, edhe u japin votën. Ku qëndron, ku çalon vota e qytetarit? Shiko, në vitet 1600 një djalosh... Ku qëndron gabimi ndoshta në thonjza në perspektivën tuaj i qytetarëve? Gabimi qytetarëve është e orientimi i gabuar. Pra, në vitet 1600 një djalosh Etienne de la Boétie, një nga filozofët më të njohur të mesjetës, thot në nështrimi vullnetar në politikë, çdo thot në nështrimi vullnetar, pra që unë nështrohem me vullnet. Pra, i nështrua 50 vjet ai partisë, dhe kjo vazhdon, si thua, si riciklim, është bërë si tiforllëk në nështrimi. Pra nuk duhet, unë qoftë se jam Miran, kom marrë 50 euro pension. A është më mirë t'ja votën Gjergj Gjinezhës, apo t'ja votën këtij? Pra nuk të bën dëm t'ja votën Gjergj Gjinezhës, sepse edhe shpëton dhe Shqipërinë, edhe veten. Pra nuk është në mëkat. Por ti, qoftë se ti të gënjejnë këta, të thonë që ka 2 pole, ka PS, ka PD, jo. Ky është mashtrim i madh, sepse ju kujtoj shqiptarëve që para 10 vjetësh në Francë, PS-ja ishte partia e parë, kishte 350 deputet. Sot ka 60 deputet. Po, por nuk mund të bëjmë krahasime të tilla. Ju sa mendoni se Shqipëria është e majtë dhe e djathtë dhe nuk ka më parti të tjera? Ja ta themi konkretisht. Tani, në zgjedhjet e fundit, Vlora ka votuar 28% pjesëmarrës zgjedhje. Pra, po të ishin të majtë, do kishin votuar mbi 51%. Po të ishin të djathtë, do kishin votuar 78%. Pra, fakti që ka pjesëmarrje kaq të ulët, nuk janë as të majtë, as të djathtë. Pra, e majta vdiq në 1991. E djathta, Sali Berisha dhe Partia Demokratike ka vdekur në vitin 1967, ku e çoi Shqipërinë në luftë civile. Ka vdekur e djathta. Tani janë në agoni. Pra, këta duan të riciklohen, të njëjtët, por janë në agoni. Qofse PD-ja merr 2 deputet, e qak në Vlorës duhet se këta thonë jo. Unë them që mund marrin 2. Pra, imagjinoj që ndodhi edhe me PS-n. Ju mendoni se do ta fitoni mandatin? Po, unë mendoj sepse shikoj që ka 40% të pakënaqur dhe nga e përgjithshmja, më të pakënaqur janë nga Partia Socialiste. Dhe ju mendoni se në kutinë e votimit kjo pakënaqësi do shpret me votë? Po. Nuk do i shndrojnë besnik ideologjisë partijake politike? Ka vdekur partia.
Në qoftë se te Partia Socialiste Edi Rama nuk ka më asnjë socialist, ka më as Arben Mal, as nga figurat e vjetra e Partisë Socialiste rikthyen në një, si thoshte Ilir Meta, një sekt. Rikthyen një sekt dhe ai bën si do. I komandon, janë bërë disa çerra, jo ka vajza dhe gra, po nuk kanë asnjë lloj peshe, nuk kanë asnjë lloj formimi. Do bëj për shembull, si thoshte ajo ministria, do bëjmë akademi të Çobandit. Do thonë, tani vetë në Shqipëri mund të thuash broshë tilla të jesh prap ministër. Apo jo? Pra në Francë ti uzure me 500.000 euro korupcion i dorëheqjen. Këtu po me gjysmë qeverisë në burg dhe këta nuk japin dorëheqje. Pra, ti e ke pozitën të mbaruar. Opozitën e ke cop-cop, ky ja dorëzoi vetë me dëshinë e vet. Pra, Luli me orën të Berishës, si Kukullçishi ja dorëzoi vetë bashkit. Me çka kërkojnë tani? Tani këta vetë kanë shitur, vetë kanë bërë pazare. Tani mendojnë se me pazaret e tyre do bëj prap. Jo, populli është lodhur me pazaret e këtyre. Pra populli do vej masivisht të votoj dhe mos t'i gënjejnë më që është Partia Demokratike e Djathtë. Një parti e djathtë jep pronën. Një parti e djathtë nxjerr një ligj, pra është për demokraci, ishte Partia Demokratike, kush demokracia? Ju e keni si parti një skem për kthimin e pronës? Ne nuk e prekim dot 1751 se ka kaluar shumë vit, pra dhe me ligj ndërkombëtar 25 vjet nuk e prekim dot. Por ne kemi për detyrë që shqiptarëve tu korrigjojmë këtë padrejti të madhe. Të gjithë pronarëve t'ju kthejmë në vlerë monetarëve. Ndoshta aty latisfondisëve të mëdhenj që kanë 200-300 hektar që bëjnë dot se bie një kolaps, por duhet deri në 50 hektar të kompensohen në vlerë monetare, të kompensohen me tokë, me kullota, me male, ka fond toke Shqipëria, kishte 200.000 hektar, i çoi 800.000. Dakor? Po këtë fond toke Ky që thot Bufi Knetës, edhe unë më ta thej vllai Bufit Knetës, unë kështu ta quaj, Olikuj 500 hektar është bërë prap Knet. Maliqi ka mira hektar, gjysma është bërë Knet. Një sekond. Tribufi 40% e Knetës Lushnjës, Tribufit është kthyer prap në Knet. Pra, kush ky e kthe në Knet dhe i thot Bufi Knetës, pra. Ky tallet hapur me shqiptarët. Si mund të vazhdojmë neve me broshkulla, jo i majti i djathtë, je i djathtë. Jo, ke këtuar pronë, jo. Ke sjell një sistem demokratik, jo. Ke demokraci të brendshme ti si parti demokratike, jo. Është një parti e izoluar, nuk ka asnjë hapësirë, një parti, një sekt. Thjesht për klanin e vet. Partia Socialiste, thotë janë parti socialiste. Domethënë sociale. Sociale aty dominojnë 5 oligarkë që marrin me PPP ose me 1 euro. Shqipëria është e mirë. Pra, si mund të jesh ti Parti Socialiste kur ti nuk ke minimum etik? E kemi kërkuar minimum etik, me vite kërkojmë minimum etik. Dakor, kërkojmë zgjedhje për diasporën. Me vite. Nuk është hera sot. Janë të përsëritura. Minimum etik nuk mund të kesh në Shqipëri sot minimum etik 400-500 euro. Pra rroga nuk mund të kesh 500 euro. S'ka më, nuk mund të vazhdosh me mashtrime. Stop. Nuk mund të kesh më pensionon 250 euro. Stop. Pra ti nuk mund të kesh pension në niveliteti me 100 euro. Pra ka sipas gradëve. Ti nuk mund të shpallesh në Shqipëri. Një djalë nga Radhima, pra Argjit Begotaraj, sot ma thënë, ishte shpallu kampion e Europe në kickbox. Bashkia nuk i ka dhënë 0 fond. Ministria e Arsimit 0 fond. Pra, sa kampione nxjerrin Shqipëria në botë? Pra, kur ti nxjerr kampion, nxjerr politolog, nxjerr mjek, çfarë duash ti? Si të nxjerrësh mjekët ti me diploma falso? Mjek janë këta. Jetesa në Francë, çfarë eksperiencë ju ka bërë që të sillni për në Shqipëri? Se si duhet të funksionojë shteti dhe pushteti? Unë në Francë kam pak të që Francës, me fjalë janë njerëz serioz, pra kur e marrin një detyrë e bëjnë. Kur e marrin një fond, nëse duhet bërë për një vit, fondi zbatohet, respektohet kontrata, pra ka shtet. Funksionon shteti, pra ka kontroll, ka shtet. Këtu nuk ka shtet. Këtu 70% e fondeve të i diku videshin. Pra, ka shtet në Evropë që të vjedhi 70% të fondeve, pra të gjitha tenderat janë të trefishuara. Pra, një vjedhje masive, një talli masive me shqiptarët. Si mund të bëjmë në politika pro-shqiptare duke i tallur? Pra, kjo thot, le të ikin, thot, shqiptarët se do të zhvendësojmë me palestinezë. Ka kryeministër në botë që thot që ti ik si s'ka problem, vetëm ky bën. Pra, më keq se kaq nuk mund të. Pra nuk mungohen parat në Shqipëri, nuk është krizë, nuk mungohen vua Shqipëri para, vua për prodhim. Dhe kush e çoi në këtë pikë? Dhe çova.
Çfarë kërkojnë më tepër qytetarët, veçanërisht banorët e zonës Orikum Dukat, kur ju takojnë? Çfarë kërkojnë? Cili është problemi i tyre? Zona e tyre është pa prona. Pra ju ka dhënë me 751 pronat dhe i gënjeu Edi Rama 2013 dhe ju tha, jam deputeti juaj. Unë i bëj thirrje publike Edi Ramës dhe ministrave të Edi Ramës. Se dërgon këta Edi Rama këta deputet, vi Edi Rama vetë. Ai që ka premtuar i tha deputeti juaj, të vi prapë, pse fshihet Edi Rama? Të vi aty, të vi të takoj ata. Ai tha jam deputeti juaj. Se nxjerr këta bishtat e vet, se mund të quhet deputeta, se janë bishta. Po të ishin deputet ta kishin folur për zonën. Ta nuk është shqipëria, tyre nuk është zona. Nuk është Shqipëria. Shqipëria këta të pasurojnë vetë, të mbajnë monopol dhe të jenë të kthehen në sundus. Është një sundim pa përfitim. Pra nëse ti nuk përfiton, 12 vjet janë shumë. Apo. 8 vjet ke në Francë, 8 vjet në Amerikë, ku dallojnë ata. Pra ne nuk e bëm këtë, do ta kishim bërë në vijën diktaturë, do të kishim bërë me ligj, në kështu që nuk lejohet më shumë se 8 vjet. Se vazhdojmë neve. Do vazhdoj dhe Edi Rama dhe 12 tjera. Kështu duan shqiptarët. Përse vendosët të kandidoni? Tani, unë jam marrë 20 vjet e kisha të këtë me shumë pasion, historinë dhe gjuhësinë. Dhe pa e nxjerrë këtë tamam siç e thësi e kisha, sepse është problemi kryesor, është problemi i identitetit. Nëse nuk u zgjidh identiteti, pra ti nuk e di kush je, pa histori, pa kështu ti humbet. Pra në globalizëm ti je i humbur nëse ti nuk di kush je, nëse s'ke pika referencash. Pra je njëri bosh. Pra neve, çfarë na kanë bërë? Ne po na kontrollojnë shpirtin, na shpirtërore, po vinë vendet arabe financojnë. Po vinë Greqia dhe na financon Kryepeshkopin. Pra ne na marrin kontrollin shpirtëror dhe ne jemi thjesht si figurant. Pra ne nuk do ta lejojmë më këtë. Tu Shqipëria është e shqiptarëve dhe këtu nuk do vi më një as të çojnë në ISIS dhe në Siri këto as nga Vlora, as nga Tirana, as nga Shkupi, as nga Kosova. Pra ishin 600 shqiptarë që shkuan luftuan në ISIS. 200 ishin nga Algjeria. E kuptoni juve që ne kemi arritur shifra alarmante, kemi çuar në Afganistan, në Irak, në Siri, 600 shqiptar, mish për top, janë vrarë, dhe 200 ka çuar Algjeria që është 40 milion banor, dhe jemi një vend si Algjeria. Mendoni se do merrni për krahje në këto zgjedhje mjaftueshëm sa për të patur të paktën një zë në parlament? Shiko, nëse neve sa e vështirë është kjo sfida përballë partive të mëdha? Nëse shqiptarët ne japin disa numra në parlament. Është shumë pozitive. Një. Por, neve nuk do të bëjmë pakt ose lancë me asnjë parti nëse nuk marr parasysh këto gjëra. Një. Nëse pronat, pra kullota dhe male nuk thënë tek Zoti. Nëse padrejësia pra nëse nuk kompensohen ata që kanë dalë pa tokë, ai që është në Vlorë, ai që është në Tiranë dhe është nga Dukati dhe s'ka marr tokë. Dhe i sheqë e drejta, ai duhet kompensohet. Nëse s'bëhet kjo. Nëse minierat, burime natyrore nuk janë 51% të shtetit, nëse bujqësisë nuk i hidhen minimalisht 1 miliard euro në investim, nëse bujqësia nafta nuk vete 600-700 lek maksimumi për bujkun, nëse historia nuk korrigjohet, pra nëse unë i bie grisem qirem kot, pra flas për historinë, dhe nuk më ftojnë si marrin parasysh ato studimet e mia, i duken këta më inteligjent. Nëse unë do kisha punuar për Francën, unë Francën do kisha dhënë çmimin Nobel. Ta çfarë ka dhënë këta mua? Këta nuk ka thënë ai të jap një kafe. Ky djalë që thash Argjir Begotaraj, kampion kickboxing, nuk japi një mbështetje minimale as Ministria e Arsimit, as ti bëj çfarë do për Shqipërinë, ata të na shkalojnë. A do mizotëroj llumi? Pra kushdo që do nesër kërkon të bëj bashkëpunim qoftë PS, qoftë PD, se nuk mund ta marrën pushtetin 100%, është e pamundur. Nuk bëhet forcë e parë. Por vetëm me këto kush, pra, si thotë Trumpi, America first, edhe ne Shqipëria first. Pra, për mua Shqipëria është e para. Pastaj të tjerët janë kalimtar, do rrojë 10-20 vjet dhe nuk do t'i marrë as në varr ato miliardat. Pra, Shqipëria këtu ka njerëz që kanë miliarda, ku i gjetën? Ju përse mendoni se Partia Demokratike hyrin këto zgjedhje me aleatët? Mendoni se ndjente veten të dobët, apo ka në momentin që Shqipëria të ketë një bashkëqeverisje? Ajo bën llogaritë e veta. Për mua është një bashkim numrash dulja me Idrizin.
Tani, bashkim pa lidhje, bashkim edhe PS-ja shkoj në Greqi, është herë e parë, pozitive ishi që foli diçka për foli, herë e parë që hapi gojën më në fund. E pa imagjinueshme që këta të heshin si majmuna. Rinë kota aty si drume pre, shkon në Greqi dhe se hap kur problemin qaf, kush do hapi? Pra, në qoftë se ti nuk flet, kush do flasi për ty? Në qoftë se ti nuk e mbron vendin tënd, kush do mbron vendin tënd? Çfarë mendimi keni për të drejtat e minoriteteve në Shqipëri? Shiko tani, në qoftë se neve do heci me parimin e reciprocitetit në marrëdhënie ndërkombëtare, jemi kështu. Pra, neve kemi në dropull me origjinë greke, dakor? Kanë aty bujk, i kanë treguar, punuar, sot kanë marrë tokat. Sot kemi në zonë i marrës që thonë gjin leka, thotë ai janë bë gjin lekas. Dakor, drejtë e ti. Por, është drejta ime që nëse ti ke ndryshuar në shtetësi dhe mbron voljopirin, është drejta ime që unë ty mos të pranoj në shtetin shqiptar. Është drejta ime nëse Greqia nuk pranon të bëjë reciprocitetin, nuk heq lidhje luftës, unë Greqisë do t'i kërkoj që në Himar dhe aty jo mos të qaset, po ngjitur me Himarën dhe ngjitur në Sarand, bëj 2-3 fshatra ose qytete mëdha, gjithë ata shqiptarët, një pjesë e madhe që shqiptarëve që kanë ikur në Turqi nga genocidi grek, do t'i sill aty. Ka plot shqiptarë nga Turqia që kërkojnë njoh shumë, në Francë ka njohur shumë, pra ka ikur nga aty kanë vajtë në Francë edhe kam njohur, edhe mezi presin një pjesë që edhe të vinë të vdesë në Shqipëri. Pra, Greqia mos kujtoj se ka të lehtë me neve, se na ka një karamele mund na gëlltisi lehtë. Një. E dyta. Në qoftë se ne do të bëjmë reciprocitetin, pra në qoftë se unë i them Greqisë, shiko, merri këta të dropullit, merri Greqisë se këtu do vendos çamat. Hopa. Nuk i njefti ata si banor të asnjë vendi. Kove ndërkombëtare deri në 1913 e kujt ishte Janina? Selanikun e kanë marrë në 1918. Dakor? Para pak muajsh, Eleni Arveler, ish rektore e Universitetit Sorbonës, një nga historianë më të mira të botës dhe të Evropës dhe të Greqisë. Ka thënë, Thesalia në Mesjet ishte banuar nga vle dhe shqiptar. Dakor? Athina nuk diskutoj që banuar shqiptar, Peloponezi 1/3 ose gjysmën e kishte shqiptar, ishut kryesisht nga grek. Dakor? Tani, të sjellësh ti në 1923 miliona grek, ose grek të rinjtë, ti vendosësh këtu, dhe ne mos ka kaluar Traktatin e Lozanit në 1923 vjet, dhe ne mos ta hapim gojën, kjo strategji kombëtare. Pra ta haroj Edi Rama, Sali Berisha me këto pralla që po nuk hoqi dorë nga Liga Arabe, po nuk hoqi dorë nga këto aventura që do të çojnë, nuk mund të gënjesh ti më një pasaport. Bolle këtu në pasaportën si ai Edi Rama do të legjitimohet, nuk ka asnjë lloj karte, do të legjitimohet me pasaportën. Ky është mashtrim i radhës. Nuk e bën dot sepse Greqia pengon. Ne do ta bëjmë po, ne do ndryshojmë komplet strukturën kur Amerika shikon interesat e vet bën në Rusinë. Po neve çfarë problemi kemi ne, kush ta pengon neve? Pra dhe ne do të shikojmë ato kemi interesat tona, se ky është tek në detaje nuk jap sepse si takon asnjë ato i di unë dhe ata që më këshillojnë. Nuk jam vetëm unë këtu që flas, por kam dhe unë këshilltar në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Mendoni se do të ketë surprizë rezultati në këtë zgjedhje? Shiko, në qoftë se marrim çamat. Dakor? Vëzojmë që ke Idrizin dhe Dashehin. I morën këta, çfarë bëri PD dhe PS, i tha, shiko, na i drejton dogan ti, na çatenra ti edhe mbyllë harroj këtë problem çam. Këto mbeten në kuadrin e thashë themeve. Jo. Deri në momentin që të vërtetohet dhe të realizohet, të konsumohet vepra. Çfarë them unë e merrera. Por, fakti është që nuk është çështja çame, nuk u bër kur çështje kombëtare. Problemi i detit. Grekët thonë detin. Unë dhe ne, pra aleanca ime me Kocaqin, Elena Kocaqin. Pra ne si njerëz që jemi shumë adhetar, pra që duam Shqipërinë. Pra Shqipëria first dhe jo Greqia first. Ka thënë Trumpi dhe America first edhe make Greece great again. Jo. Ne do bëjmë, nuk marrim dhe as Trumpit dhe as Zotit. Dakor? Zoti është lart dhe ne jemi këtu. Tani, ne me Greqinë do ta mbajmë peng Greqinë, do ta hajmë edhe në Hag për çështjet çame. Ne do ta mbajmë peng Greqinë dhe ne Greqisë do t'ja bëjmë jo 8-2, po 8-0. Nëse Greqia nuk pranon të kthehen çabën në Greqi, ne nuk e shikojmë
paktin e deti dhe do ta shtyjmë më tudje. Pra ne Bredet ne kemi ne me disa topa, thon 75, ne mund ta bombardojmë atë mesdhëm pa shumë problem. Dhe Greqia flasim me vete. Kështu që ta harroj Greqia se do bëj neve shantazh. Një. As Europa, Gjermania, Franca dhe Anglia le të bëhen alancë me Turqinë. Ne do vazhdojmë ndoshta me Rusi, Amerikë, ndoshta me Kinë, Japoninë ato. Pra dhe ne kemi opsionet tona. Nuk është Edi Rama që vendos për shqiptarët. Janë shqiptarët që do vendosin për shqiptarët. Cilën frymë dishni si parti? Në çfarë aspekti? Jeni përqendruar shumë edhe gjatë gjithë bisedës tek tema e nacionalitetit, tek tema e patriotizmit. Sa do e mbështesni këtë gjë fort nëse do të merrni një mandat, cila do të jenë opsionet tuaja? Opsioni i parë është me fjalë që me Kosovën ne do afrohemi në maksimum, me Maqedoninë. Ata shqiptarët e Maqedonisë që kemi braktisur ashtu në atë mënyrë spektakulare dhe shqiptarët ne do të krijojmë një ministri emigracioni. Pra, jo se e Majkos një shkelë shkonjë tallje, pra qeveri imigracioni ku për shembull ka 2-3 mijë shqiptarë për shembull në qytetin e Francë. Atëherë në të qytet, pse këta shqiptarë të bien pre e muslimanizmit dhe shkojnë të gjithë të falen tek ajo feja që ja krijuar një arab ose një tjetër. Pra ne po ne marrin si brenda Shqipërisë kontrollin dhe nga jashtë Shqipërisë. Pra ne kontrollin mbi popullatën do ta marrim, jo t'i marrim me dhunë. Po nuk të lejojmë që të financojnë të tjerat dhe të tallen me shqiptarët. Pra është një qytet në Francë, në Mulhouse, aty janë 4-5 mijë shqiptarë, 2-3 mijë nga Kosova, 2 mijë nga Shqipëria. Pra ata po islamizohen, janë njerëz pa pika referimi, pa identitet. Edhe i kapin dhe pra nuk janë më shqiptarë ata. Çfarë të keqe ka islamizimi? Shiko, nuk është problemi se ti e zgjedh me dëshirë një gjë. Nëse ty ti imponojnë dhe ty, pra nëse ti do të hysh në Evropë, duhet ndashin ta vlera. Pra Arama i thoshte Macronit që ne nuk bëjmë, Macroni tha nuk bëjmë krushi me dhunë. Dakor? Po nuk bëhet krushia, duhet të ketë ca vlera të përbashkëta. Pra aleancat bëhen mbi vlera të përbashkëta. Pra një nga këshilltarët e Macronit para disa vitesh që kam takuar, jo në rrethana shtetërore, rrethana private, kemi diskutuar dhe thoshte Shqipëria nuk meriton të hyjë në Europë. Edhe unë tash shiko, Franca nuk meriton të jetë pjesë e Europës. Pse? Franca është e islamizuar ai shumë, po jo thoshte po ne kemi bërë xhami, po pa minare. Pra si mund bëj Edi Rama i dha Macroni atë modelin ta bëj xhamin pa minare, edhe vijë Erdogani dhe këtu të na bëjnë neve që këtu e kemi mbrojt me bajoneta e tjera. Pra tani Erdogani, Rama të zgjedhi. Po përse duhet që të penalizohet Shqipëria për këtë muslimanizmin, ndërkohë që Turqia është favorite për të antarësuar në Bashkimin Evropian? Një sekond. Edhe pse është një shtet. Nëse ti përbën rrezik për Evropën, pra ti je një vend i korruptuar. Për çfarë përbën rrezik Shqipëria për Evropën? Shiko, sado ne nuk kemi aq shtet i fuqishëm sa të rrezikojmë themelet e një kontinenti. Shiko, në tërsinë e vetë Evropa bën kujdes. Pra, nëse ti je vend integrist, nuk ka ç'të do. Nëse ti je vend që nuk i ofron prodhim, çfarë të do? Çfarë i ofron ti Evropës? Korrupsion. Shqiptar burgjeve. Pse përfundon shqiptar burgjeve? Ngelen këtu pa punë dhe detyrohen të bien pre e Por këtë sua ka fajin shteti që bjen burgjeve? Një të lutem. Në qoftë se shteti ti nuk të jep, nuk ka prodhim tu. Çfarë prodhon? Sa prodhon Shqipëria? Pra ne prodhojmë 20% të nevojave. Çfarë turizmi, çfarë punësimi. Pra këta janë viktimat e braktisjes nga shteti. Pra si fshatrat, si qytetet, pra janë njerëz të braktisur dhe janë pre e konjunkturave të huaja. Pra konjunkturat e huaja punojnë. Serb punojnë me fe, pra financojnë që duan që ne ta shkatrojmë pra të na mbajnë sa më larg Evropës. Ne tani e kemi kuptuar. Por Europa, gjë që dha Zotrit që i thuaj atij presidentën që neve jemi vendi i Shëndjeronimit, i Konstantinit, jemi vendi i Justinianit. Kur kishim neve Justiniani, kodi Justinianit, dhe kur kishën në Konstantinopol, Franca nuk ishte. Nuk ishte as shkollë, as ndërtime gjigande. Pra atë model, ata sot e kanë bërë në Paris. Pra modelin ton, qytetrimin ton, ne kishim pushtetut, ne kishim të drejtë civile. Dakor? Ata s'kishin asgjë. Pra ata ishin në atë kohë ishin tek pemët dhe sot ne kemi rënë kaq poshtë, se nga egoizmi dhe lufta tona të brendshme. Pra neve princ luftuam të ndarë kundra turqve.
Ndërkohë që nga 1535, Franca, François I ishte aleat me Turqit. Ndërkohë që 1860, Franca ishte financuesi i bankës turke. Dakord? Nuk ka financuar Franca. Greqia, si u bë Greqia? Si e në shkalluar arvanitasit, u vranë Kolokotrone, bubullun gjithë. Pra, erdhi Oto, vendosën Greqinë e re. Pra, i hoqën shqiptarët. Pra, këtë genocid nuk e kanë ndalur. Kush ta ngali? Do ndalë Edi Rama, do ndalë Sali Berisha. Pra, këta dështarë do ndalin. Pra, ky genocid, këta akoma pretendojnë verifikimin. Pra, ne do shuhemi, apo do jemi një vend në rrezik, apo do lulëzojmë. Pra, me këta nuk ka lëzuar Shqipëria. Kjo duhet të marri fund. Sepse ka dhe shqiptarë që mund t'i dalin zot. Atër një parashikim po të shkurtër. Si mendoni këto zgjedhje? Kush do të fitoj? Kush do të fitoj? Kush i ka mundësit shanset më të larta? Nuk jap unë as një orientim, as një sugjerim. Unë them që duhet të fitojnë shqiptarët. Qofse shqiptarët e mendojnë që Gjergj Nezha është i sinqert, është i përgatitur, Elena Koçaqi i përgatitur, Ervin Mile i përgatitur, Mira Nikola i përgatitur, tjerë. Qofse këta janë njerëz me integritet, njerëz të përgatitur, ta votojnë numrin 7, jo për mua, për Shqipërinë. Unë se kam problem se pra, do të ishte mirë që të tregoja atë potencialin tim, po ky është dhe profesionim. Pra, unë nuk e kam penguar Sali Berishën të bëhet mjek. As Edi Rama të bëhet piktor. Përse Sali Berisha dhe Edi Rama që kontrollojnë televizionet nuk më ka dhënë njerë të dalën në mediat kombëtare ndarë. Unë i kontrolloj mediat, jo ata. Pra censurën e bëjnë ata. Pra ata kanë censuruar identitetin kombëtar, jo mua, ka censuruar shqiptarë. Pra kjo tradhti kombëtare duhet të marrë fund. Pra nuk është më bëhet mua izolimi, i bëhet shqiptarëve. Kështu që thënë, shqiptarët ndishkojnë masivisht. Përse duhet të votojnë shqiptarët edhe për aleancën kombëtare shqiptare? Sepse aty ka njerëz të përkushtuar, ka njerëz si Elena Koçaqi, ka njerëz si Gjergj Nezha. Pra ne nuk kemi marrë me biznes. Unë s'kam marrë me biznes për punët e mia, që t'jetoj, por biznesi im kryesor ka qenë Shqipëria, çështja shqiptare. Pra unë jam marrë më shumë me çështjen shqiptare, me problemet e Shqipërisë se sa kushdo tjetër. Nëse ka ndonjë tjetër, le të hyjnë në YouTube, të shikojnë dhe e verifikojnë vetë. Gjergj Nezha dhe shofin kush është dhe më i përgatitur për ta drejtuar këtë vend. Nëse ka më të përgatitur për çdo temë, atëherë le të thonë që jam më i përgatitur, dalin përballën. Nëse janë, ta kanë alternativë, le dalin dhe janë të mirë pritur. Zoti Nezha, ju falenderoj që erdhët në këtë bisedë në studio dhe ju uroj suksese në këtë garë. Shumë faleminderit, dhe është televizion lokal, por është edhe më profesional se televizionet që unë kam 2-3 herë që më zhdojnë ato të kombëtaret. Pra ju uroj suksese dhe mbarësi dhe u zhvillofshi akoma më shumë. U bëfshi një televizion kombëtar. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ishim me kandidatin për deputet të Aleancës Kombëtare Shqiptare Gjergj Nezha në këtë emision Spektër. Ndërkohë do të rishemi të premten e ardhshme, bashkë mirupafshim.